Hidrovori i qytetit të Vlorës vijon të jetë funksional pavarësisht amortizimit të theksuar të pajisjeve të moshës së konsiderueshme të pompave që sigurojnë mbrojtjen e qytetit nga përmbytjet. Aktualisht sistemi mbështetet në pompa që datojnë që nga periudha e luftës së dytë botërore, duke bërë hidrovorin një nga më të vjetrit në vend, ende në përdorim. 2 nga pompat ekzistuese janë dhurat nga Italia gjatë kohës së pushtimit dhe mbajnë të gdhendur vitin e prodhimit 1945. Këto pajisje tashmë 81 vjeçare vjojnë të jenë pjesë e sistemit, ndërsa 2 pompa të tjera janë të vitit 1993 me 33 vite funksion pa ndërprerje. Pavarësisht kushteve teknike dhe konsumimit të kohës, hidrovori ka arritur të përballojë situatat e rreshjeve intensive, duke shmangur përmbytjet në qytet. Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike në Vlorë, Ilir Aliaj, ka bërë të ditur se për të garantuar funksionimin normal të sistemit dhe përballimin e situatave emergjente, është kërkuar mbështetje nga emergjencat civile, të cilat kanë siguruar 2 pompa të reja. Këto pompa janë tashmë të instaluara dhe ndodhen në funksion, duke rritur ndjeshëm kapacitetin e përballimit të prurjeve të ujit në periudha me rreshje të dendura. Hidrovor janë 4 pompa të instaluara, që ne i kemi gjetur. 2 nga të cilat janë të vitit 1945, kanë stampën atje, që i ka bërë Italia, dhe janë dhe 2 pompa që janë montuar, që ne i quajmë të reja, janë montuar në vitin 1993, që do të thotë dhe këto kuptohet që nuk janë të reja. Njëra nga pompat është në punë që flasim bashk, njëra është në riparim, dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar ndihmë nga emergjencat civile, kemi sjellë dhe 2 pompa tjera rezerv. Janë të instaluara dhe janë full në punë. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike, ndërhyrja ka qenë domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetit, veçanërisht në zonat më problematike dhe me risk të lartë për përmbytje. Në një deklaratë publike të dhënë këtë të premte, drejtori Aliaj ka garantuar se Vlora nuk do të përballet me përmbytje. Ai theksoi se sa kohë të jetë në krye të ndërmarrjes së shërbimeve publike, do të merren të gjitha masat e nevojshme për funksionimin e hidrovorit kryesor dhe mbrojtjen e qytetit nga situatat e vështira hidrike, dhe se Vlora nuk do të përmbytet. Nëse kjo do të ndodhë, ai thotë se është i gatshëm të jap dorëheqjen nga detyra. Unë të garantoj sa të jem unë në këtë detyrë, qyteti Vlorës nuk do të përmbytet. Do jap dorëheqjen. Ta premtoj ty dhe Gjergjinikës, të dyve. Ndërkohë Aliaj ka bërë të ditur se shumë shpejt pritet nisja e një investimi të rëndësishëm për riparimin e godinës së hidrovorit, e cila gjithashtu është amortizuar nga koha. Investimi parashikon edhe vendosjen e pompave të reja, që do të zvendësojnë gradualisht pajisjet ekzistuese dhe do të modernizojnë të gjithë sistemin. Sipas tij, aktualisht gjithçka ndodhet në fazën e procedurave ligjore dhe administrative, ndërsa pas përfundimit të tyre, pritet që investimi të nisë në terren. Ky projekt shihet si një hap i domosdoshëm për të garantuar një zgjidhje afatgjatë për problemin e përmbytjeve dhe për të rritur sigurinë infrastrukturore të qytetit bregdetar. Hidrovori i Vlorës mbetet një element kyç për mbrojtjen e qytetit, ndërsa amortizimi ekstrem i pompave tregon nevojën urgjente për investime serioze dhe të qëndrueshme, që do t'i japin fund varësisë nga pajisjet e dala jashtë çdo standardi bashkëkohor.